E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe jashtë asaj. Siç duket Big Brotherin po e bëjnë jashtë edhe familjarët e banorëve. Lufta e madhe që është hapur mes Selinës edhe Rogertit brenda asaj shtëpie, ku Rogerti brenda në shtëpi nxori ca deklarata që ai ka ardhur për t'ia treguar lojën Selinës pasi që e ka patur një amanet nga tezja e saj, gjë e cila në fakt u tha nga Rogerti, ka ngritur reagime të ashpra edhe nga familjarët e Selinës, të cilët kanë folur për herë të parë. E ftuar në fan club, bashkëshortja e Rogertit i foli të gjitha detajet që kanë të bëjnë në raportin mes Rogertit edhe Selinës, se sa njihen ato të dy dhe se si e ka njohur Selinën. Tani jam pak i çuditur në fakt se nga ku Rogerti e kuptoi që bashkëshortja e tij nuk flet më me tezën e Selinës, ku Rogerti ato i ka lënë jashtë duke folur. Do të thënë këtu jam pak i befasuar, a marrin informacione në dhomën e rrëfimit apo jo, por gjithsesi tezja e Selinit ka reaguar nga Instagrami i Selin duke thënë: në një kohë kur duhej të ishim duke shijuar ditët e fundit të pritjes së ëmbël dhe duke bërë përgatitjet për momentet më të bukura familjare, gjendemi të detyruar të merremi me muhabete tezesh për shkak të një super lojtari që ka zgjedhur si kartë të fortë për fshirjen e familjes jashtë shtëpisë, pa fakte dhe pa informacione të sakta. Do me thënë, tezja e Selinës i gjuan të gjitha në tokë edhe ato biseda që ka bërë që Rogerti dhe bashkëshortja e tij kanë thënë që, do me thënë, tezja ju a ka lënë si amanet që Rogerti të futet në shtëpinë e Big Brotherit për të hequr, do me thënë, për të ndryshuar lojën e Selinës, për të larguar Selinën nga miri. Ne si familja e Selinit e kemi lënë Selinin të bëj lojën e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, por me sa duket, për disa të tjerë, loja pas ka dal jashtë atyre mureve. Kjo nuk është më strategji loje, por një tentativ për të dëmtuar figurën e një vajze 23 vjeçare që ka hyrë aty vetëm me emrin edhe dinjitetin e saj. Në fakt, tu pak dua të replikoj, sepse unë mendoj që familja e Selin sollën informacione të forta për ta larguar Selinën nga miri, nuk ishte vetëm Rogerti, për shembull, vllau i Selinës, tani duhet të jemi të sinqertë dhe transparent me publikun, hyri me mesazhe kundër drejt Selinës. Greta brenda asaj shtëpie hyri me mesazhe, do të thënë, mendoj që Selina ka qenë banori vetëm i cili ka patur suporti nga produksioni vetëm e vetëm për t'i marrë të gjitha mesazhet e mundshme për t'u larguar nga miri, edhe pse Selin realisht nuk arriti që ta kupton. Deri më sot kam heshtur edhe për respekt të bashkëshortes së këtij individi, e cila ka qenë mikeshe imja dhe që e kam parë vetë në çfarë gjendje të rënduar psikologjike ishte për shkak të situatave të krijuara nga Rogerti brenda shtëpisë. Do të thënë, edhe vetë tezja e Selinës e pranon që marrëdhënia mes dy këtyre zonjave ka përfunduar. Ajo e quan gruan e Rogertit të rënduar psikologjikisht, edhe pse realisht mua nuk mu duk ashtu, mua Engji mu duk shumë e fortë edhe mu duk shumë pozitive. Por pas deklaratave të fundit, ku denigrimi dhe degenerimi i figurës së një vajze si motor, mbes, artiste, u aprovua dhe u trajtua si diçka normale në kuadër të lojës, mendoj se është momenti t'i vendosim disa pika mbi i. Do me thënë, thot tezja e Selinës. Big Brother VIP Albania thot është një reality show që teston karakterin, nervat dhe strategjin brenda shtëpisë. Por, thot, më pas vazhdon, por asnjë individ i cili ka qenë mikesha imja dhe që e kam parë vetë në çfarë gjendje të rënduar psikologjike ishte për shkak të situatave të krijuara nga Rogerti brenda shtëpisë. Do me thënë, tezja e Selinës thotë që Engji ka qenë shumë keq psikologjikisht, edhe pse në fakt Engji e ka pranuar që e kanë vuajtur mënyrën se si komentoheshte Rogerti jashtë. Por, thot,
Pas deklaratave të fundit, ku denigrimi dhe degenerimi i figurës së një vajze si motër mbes artiste u aprovua, ajo thot duhet të mendojmë se është momenti për të folur. Big Brother të teston, thot si që thash, nervat, strategjin brënda shtëpisë, por në asnjë rrethan nuk duhet të normalizohen ofendimet, shpifjet dhe përfshirjet e njerëzve jashtë lojës. Pranoj që një bisedë me bashkëshorten e këtij individi kam shprehur mospëlqimin tim personal për Mirin dhe kam përcjell një mesazh, por çfarë bëri ky person? E para që zgjodhi të godas ishte pikërisht Selin, vajza që sipas fjalëve të tij kishte hyrë me qëllimin për ta ndihmuar. Do të thënë, tezja e Selinës thotë që nuk i ka kërkuar Rogertit që ta ndihmon Selinën apo ta largon nga Miri. Ajo thotë që unë e kam shprehur si shqetësim me Enxhin, do të thënë kur janë takuar, kur kanë pirë kafe. Le të jemi realistot. Selini ka arritur të jetë në qendër të vëmendjes që në prajmet e para dhe vazhdon në të njëjtin ritëm edhe sot, në prajmin e 19. Kjo rrezon çdo aludim për aleanca të paramenduara. Aq më tepër kur në momentin e hyrjes së saj, ajo as nuk dinte ekzistencën e këtij personi. Së fundmi thot dua të ndalem në disa akuza të rënda dhe të papranueshme. Dubai, Sugar Daddy, opozita 10.000 euro roba e të tjera instituata të këtij niveli. A është kaq e vështirë të pranohet që një 23 vjeçare mund të punoj me ndershmëri, me talent dhe përkushtim dhe të arrijë vetë suksesin, apo ndoshta standardet e disa njerëzve janë formuar ndryshe? Gjithashtu, në një bisedë të dëgjuar në përcepa të shtëpisë është thënë, familja ime ka mbajtur me bukë familjen e Selinit. Kjo deklarat mbie ndesh me vetveten, kur në të vërtet janë kërkuar para borxh nga familja jon. Kontradikta flet vetë. Nuk dua të zgjas më tej sepse nuk kemi ndërmend ta ulim nivelin në muhabete hallash, qëndrojmë me dinjitet. Selini ka mbështetjen tonë të plot në çdo hap, asgjë dhe askush nuk mund të njollos figurën e saj me informacione të trilluara dhe të pavërteta. Loja le të vazhdoj brenda shtëpisë, familjet le të mbeten jashtë asaj. Me respekt, tezja e Selin. Në fakt, ky reagimi i tezës së Selinës, duke vënë në dukje disa ofendime që janë bërë nga Rogerti për të, ajo nuk është se ka ofenduar, nuk është se ka thënë gjë, përpos që ka treguar që bashkëshortja e Rogertit ka qenë tepër e rënduar psikologjikisht nga loja që është bërë brenda, dhe së dyti ka thënë që Rogertit nuk i ka kërkuar që të ndihmon Selinën brenda shtëpisë për ta larguar nga Miri. U mundova të më thënë ta lexoj sadopak edhe pse nuk dukeshte mirë, por gjithsesi ky është reagimi i tezës së Selinë.